ta e këmë dhonë edhe datën e zgjedhjeve. A hup legitimiteti këtyre zgjedhjeve kur presidenti ata që ka qenë në janshme edhe favorizuesin ndaj një subjekti caktuar politik? Po shiko, të zgjedhjet. Presidenti ja deklaroi vetë. Na nuk po shpifim, s'po shpifim. Nga praktika, unë e së di, dhe më thosë se si marrë kështu një detaje me zgjedhje. Po, pi referon deklaratës presidentës. Partitë politike duhet me vendosë. Sytë e ballit, edhe ja këmë dhonë, edhe datën e zgjedhjeve 28 dhjetor, edhe këta pra mu s'po më propozojnë për presidente. Po mirë atëherë aja duhet, tash ku ta kryen, duhet me pyet vetën, a ka qenë meritore si presidente. Mas rasisht, gabim. Nuk duhet me ngajt me marë detyren, se është sëtë përgjithësi, sëtë në Kosovë, kush bëhat kryeministër është përgjithësi, nuk është privilegj, duhet ta kesh parasysh, e keni Kosovë në tranzicion, e keni Kosovë e cila e ka një armik të përbetum, e cila për çdo moment shikon me tra, me armë, me hi me ushtri, a ke parasysh me të zhduk, e keni mik të jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet me rujt, mas me qenë buk përmys, duhet me pas shumë kujdes. Marrëdhëniet bilaterale duhet i kemi gjitha shtetet e Evropës, me këta duhet me pas marrëdhëniet ngrohta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ta mbrojnë, na kemi pas probleme dhe vjet, ndërhyrjen e forcave të armatosura serbe, nuk i kanë lënë amerikanët. Ta jap edhe një detaj, vitin e kaluar, do të thonë që ato agresioni që ishte televizive tjera janë mbledh disa shtete të Evropës që kanë diskutuar tërheqjen e njohjeve. A kupton, sepse Serbia thotë folë të rresja mbrojtja kur ndodhi nuk është e sigurt që po them, po do të thonë ka mundësi që ka ndodhur kjo. Edhe ka qenë do të thonë Serbia vjet ka pas me ndërhyrje ushtarakisht. Vjet ka pas 2025 na ka qenë. Profesor, e na duhet me pas shumë, duhet me qenë shumë vigjilant bre. Profesor, po i kemi dikon edhe 4 minuta. Pyetja ose tema ma kryesore, ma rëndësishme, është ajo Zajednicu. Ne vazhdojmë me syten dhe Zajednic, për kundrejt zotit Kurti, i cili ka ndryshu. Para 2 dite, zoti Kurti arriti në marrëveshje me BE-n për njohjen e dokumentave të cilat shtohen pi strukturave paralele. Njohja dhe pranimi këtyre dokumentave nga struktura paralele, është atak ndaj sovranitetit. Fidan, këtë çështën e Zajednicës e kemi diskutuar, jo të tipon në përgjithësi kështu. Ajo është një marrëveshje 2013-s. Po. Edhe marrëveshja tjetër është e parimeve, 2015. Marrëveshja e orit. Po. Nuk mund me lëviz prej marrëveshjes 2013 nëse konstituohet, sepse faktori ndërkombëtar ka dhënë hapësirë si shtet ti me kriju statutin si një akt nënligjor. Se kemi bë. Që ky statut prap ta ka dhënë plot edhe një privilegje iki, me dërgu në gjykatë kushtetuese. Se kena dërgu. Po. Statutin ti e krijon për veti. Kena pra një marrëveshje, profesor, kena marrëveshje në 15 torit. Statuti është ai akt final i cili në bazë të kjo marrëveshje duhet zbatohet. Statuti është akt nënligjor. Por ti si qeveri nuk mundesh me e kriju, me miratu, me hartu një statut i cila është në kundër interesave nacionale tua. Profesor, për 2 minuta, çysh e konsideron marrëveshjen e orit? A është kushtetuese apo antikushtetuese? Unë sa ko mujt me vrej, dhe me thonë, është e bazuar në 2013. Marrëveshja e orit nuk është marrëveshje, është zëtim për zbatimin e marrëveshjes. Aty në marrëveshje dhe aty në pikave. Aja nuk ka nevojë në nënshkru. Por, këta lider tonë politike, institucional, e kam një rekomandim për ta. Nëse e konsiderojnë se me pranu asociacionin është tradhtar i kombit e tjere... Marrëveshja e orit, është në kese ka konsideru si 2013, konsiderojnë edhe autonomi. Ashtu pavarësisht, nuk është si. Ndëgjëm, nëse e konsiderojnë që është rrezikshme, edhe nuk do me marë barën e tradhtarit ta quaj kështu, ne të kërkon për faktorin ndërkombëtar me dërgu në parlament. Edhe parlamenti, faktorin ndërkombëtar, edhe Evropa, edhe Amerika ka me leju. Mos ta merr barrën vetë. Nëse frikohet që është po del tradhtori. Po frikohet me zgjedh një president të burr, po ta bën kuvend ai. Çdo sen po një përfaqësues KCS-s që drejtohen gjykatës kushtetuese. E ke përfaqësues të popullit që 100 shqiptarë deputet që përfaqësojnë popullin. Po nuk trebojnë profesor, nuk e kanë bërë në 2013-s. Le të dërgon në parlament. Përveç zotit Ramush Haradinaj, i cili ka deklaruar çfarë ditë si të bëna onë presidente shenjë gjykatë kushtetuese, kur kush tjetër se ka deklaruar. Ramush Haradinaj është burr shteti. Ramush Haradinaj është institucionalist. A kupton? Po krejt tishtë e kam pikështu, profesor. Po nuk ka Ramush Haradinaj. A mundet mi a mundet mi ik dikush implementimit marrëveshjes? Mundet mi ik implementimit marrëveshjes nëse nuk e implementon Serbia. Serbia, dhe me thonë, ka njohjen.
Reciproke. Po jo, është largu pi marrëveshjes historike. Në zotim është largu njoja reciproke, profesor. O njohjen reciproke, kjo është problemi. Nuk e ka, profesor, Dëgjom,